zjarri i cili del nga Jemeni dhe i të bën njerëzit në vend tubimin e tyre, dhe këtë kemi marrë nga hadithi bazë i shenjave të kiametit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shenjën e fundit e përmend zjarrin i cili del nga Jemeni. Andaj kemi disa çështje të cilat duhet të diskutojmë sa i përket zjarrit. E para, pra vërtetësia se ku do dal ky zjarr. Sepse transmetimet janë të ndryshme. E transmetimi, një prej transmetimeve kryesore është nga Jemeni, siç e cekëm edhe më herët. Nga pjesa më e ulët e Adenit. Kurse transmetimet e tjera thonë se do dal nga deti i Hadramautit, i cili është po ashtu në Yemen. Nga hadithet që sqarojnë këtë mund të përmendim hadithin transmetuar nga Hudhaifa ibn Usaid, ku përmend shenjat e kiametit dhe në fund thot, prej shenjave pra një zjarr nga Jemeni që do t'i dyn njerëzit drejt vendit të ringjalljes së tyre. Në një transmetim tjetër thuhet një zjarr që do dal nga pjesa më e ulët e Adenit. Gjithashtu prej transmetimeve të tjera është nga Ibn Omeri radhiyallahu anhuma, i cili thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam do dal një zjarr nga Hadramauti ose nga deti i Hadramautit para se të bëhet kiameti, dhe ky zjarr do t'i dyn, pra do të bëjë njerëzit në vend tubimin e tyre. Gjithashtu e kemi edhe një transmetim tjetër nga Enesi radhiyallahu anhu, ku thot kur Abdullah ibn Selami pranoi Islamin, e pyeti të dërguarin sallallahu alaihi wasallam disa pyetje, ndër të tjera ishte cila është shenja e parë e kiametit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha se shenja e parë është pra zjarri që do dal nga një vend dhe do t'i dyn njerëzit nga lindja në perëndim. Dhe këtu kemi një kundërshtim në mes të haditheve të nderuar vëllezër, dhe këtu dietarët islam, pjesa e tyre dërmuese kanë thënë se ka bashkim të haditheve dhe se prej shenjave të fundit të kiametit pra do të jetë një zjarr që del nga Jemeni dhe do të bëjë njerëzit në vend tubimin e tyre. Dhe bashkimi i këtyre pra është se nëse nisemi nga fakti që pas kësaj shenje nuk do të ketë me asgjë nga çështjet e dunjas. Pra shenja e fundit e cila do të ndodhë, që është zjarri, pas kësaj më nuk do të ketë ndodhi të tjera në jetën e kësaj bote. Kurse zjarri i përmendur në hadith është një zjarr tjetër me qëllim tjetër, pra që kanë ndodhur më herët dhe se kanë evoluar gjërat e tjera dhe kanë ndodhur gjërat e tjera, kurse zjarri i përmendur i cili do t'i të bëjë njerëzit, pra më pastaj nuk do të ketë veprime të tjera, të cilat do të ndodhen, përveç kiametit, shkatërimit të kësaj bote. Andaj, ajo çka është e saktër se ky zjarr i përmendur në hadithe është pra prej shenjave të fundit të kiametit.